në perspektivën tuaj, si shpjegohet një ngjarje, ose a ka shpjegim të paktën që brenda më pak se 48 orëve vritën 2 gra? Jo, nuk ka kur pash shpjegimi përveç fakteve që i kemi para nesh, e që fatkeqësisht jeta e grave dhe vajza në Kosovë vazhdon të jetë në rrezik, për shkak të burrave që mendojnë se kanë drejt me vendosë për jetën e tyre. Edhe nëse e trajtojmë nga kandi i shëndetit mendor që u tentu nga parafolsi, nëse është ditë nga familjarë se ai person është i rrezikshëm, janë shumë të mëdha gjasat që të ndjerësi është thanë të qëndroj, të duroj, të presë se ai do të përmirësohet. Dhe këto janë pra ato aspektet gjinore dhe shtypjet që ju bëhen grave në këtë që të rrinë në një marrëdhënie të donshme. Prandaj këtu duhet gjithmonë t'i kemi parasysh dhe jo të gjitha rastet fatkeqësisht i drejtohen institucioneve, jo të gjitha gratë e kanë këtë besim ose e kanë vetdijen se ku të shkojnë, ku të drejtohen. Prandaj edhe ne befasojmë këto raste të cilat pra nuk e dim edhe aq shumë për historikun para këtyne, vetëm për faktin se nuk kanë qenë më herët të raportuara, për dallim prej rasteve tjera të cilat kanë qenë dështim tipik i zinxhirit të institucioneve që kanë pas obligim me i mbrojt viktimat, po këto raste na shqetësojnë shumë, mirë po shpresojmë që ka me qenë një thirrje për gjithë popullin të vetëdijsohemi pak, që mos ta tolerojmë dhunën, sepse në këtë tolerim dhunës kemi barë secili prej nesh, secili si individ, si qytetar, si komunitet, bashkë edhe me vetë shtetin dhe gjitha institucionet, pra të cilat më ndekan obligime tjera. Po, mos tjetë vetëm këto ditë, pra kur ka ndodhë rastin, ne tash të flasim për dhunën, po të na bëhet kjo temë për ditëshmëri, ta denojmë kudo që e shohim dhunën, mos jemi as pak tolerant ndaj çfarë do sjellje e cila potencialisht mund të duket se mund të çojë deri tek ushtrimi i dhunës. Mos ta tolerojmë diskriminimin gjinor, mos pjesë e saj, sepse a besoni se ka tolerancë ndaj këtyre, pra aktualisht është duke u toleruar dhuna ndaj grave e gjithashtu edhe diskriminimi? Po gjithmonë do të thotë dhuna është edhe simptome diskriminimit gjinor të cilin çdo ditë gratë dhe vajzat Kosovë e përjetojnë. Ne gjithmonë duhet ta kujtojmë që përmendi edhe Liridona më herët, ne nuk mujna me pa vetëm dhunën, pa i analizu krejt aspektet tjera se ku është gruaja sot në Kosovë. Në trashëgimi, në mbështetjen që jepet nga familja, djalit apo vajzës, këto norma sociale të cilat po vazhdojnë ende me i mirëmbajt, edhe me i ruajtur të rolin tradicional të burrave dhe grave, vajzave, djemve fatkeqësisht. Dhe në qoftë se ne nuk flasim për këto në baza ditore, nuk bëhemi aktor të cilët i bëjmë këto ndryshime në shoqëri për të mirë, ne normal që po e tolerojmë diskriminimin, normal që jemi edhe ne pak sa secili prej nesh fajtor pse kemi këtë numër të madh dhunës dhe për një popullat kaq të vogël, këtë numër kaq të madh të rasteve të femicidit. Është me të vërtetë është tragjike.